Gjithashtu pyetja thotë cila është urtësia e ligjshmërisë së Ramazanit. Pra emri i Allahut Azza wa Jall është el-Hakim, Allahu është i urtë. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk porosit diçka vetëm me urtësi që përmban në vetë. E ky lloj ibadetit s'ka dyshim se dhe ki përmban në vetë urtësi. Një ndër urtësitë që Allahu Azza wa Jall i ka shpalos është se Allahu Azza wa Jall ja ka obligu agjerimin që ju ta arrini shkallën e devotshmërisë. Njeriu nëse arrin shkallën e devotshmërisë, arrin të jetë sa më afër Zotit të vet. Devotshmëria atë çelësi pranimit të veprës. Taqwallahu, siç ka thënë pejgamberi Allahut, di vepra më së shumti njerëzit i fut në xhennet. Sjellja e mirë dhe devotshmëria. Devotshmëria do të thotë përfillja urdhëve të Allahut me kujdesi dhe ruajtja nga ndalesat e Allahut. Kush i përfill urdhat e Allahut dhe ndalohet nga ndalesat e Allahut, kësaj ne i thojnë taqwallah. Taqwa. Fjala taqwa gjuhën arabe do thotë mburojje. Nga se të mbrohen nga hidhërimi i Allahut, mbrohen nga dënimi i Allahut. Taqwallahi është synimi dhe qëllimi i gjithë ibadeteve. Pra të Allahu Azza wa Jall nuk ka thonë Kurani i Kerim se Allahu i obligoi agjerimin siç e ka obligu popujve të mëparshëm në mënyrë që ju të shijoni urimin, apo në mënyrë që ju të shijoni eci. Po Allahu ja ka obligu agjerimin që të arrini shkallën e devotshmërisë. Para këtë arsye Shekhi Ibn Uthejmini e definonte çështjen e agjerimit thonte: shpirti i agjerimit, thelbi i agjerimit është mburoja dhe ruja nga gjunohet. Qëllimi i agjerimit, cili është të mbrohesh nga gjunohet. Parat, nëse pyet dikush do thotë: njeriu që agjeron a mo ban gjunohet gjatë agjerimit të tij, a ka problem te Allah? A i pranohet agjerimi ti? Ka thonë dietar. Pejgamberi Allahut e ka thonë një fjalë: men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi fi haja an yada' ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk i lën fjalët e dytë dhe punët e liga, Allahu Azza wa Jall s'ka nevojë ta praktikojë vetëm ushqimin dhe pirjen. Megjithatë, nëse njeriu e frenon veten e tij prej mëngjes deri mbrëmje, nga ngronia, nga pirja dhe nga epshi, agjerimi i tij është i pranuar. Ama sevape s'ka për shkak të gjunave të tij. Sa sevape njeriu ka me krijen e agjerimit, me agjerimin e një ditë të Ramazanit, këta nuk e din vetëm Allahu. Kush është që t'i zvoglon, që të pakson, që t'i zvoglon shpërblimet, janë gjunohet dhe mëkatet. Para të njeriu s'ka mundësi që të arrijë devotshmërinë, pra të realizon shpirtin dhe qëllimin e agjerimit, nëse njeriu nuk ruhet nga ndalesat e Allahut. Para të selefët parë tonë, pra dhe shokët e pejgamberit Allahut, rreshin që të rreshin xhamin të Ramazanit. A dini pse që thoshin përruj me agjerimin? Nga e rrishin agjerimin? Nga shiqimi haram, ndëgjimi haram, të folurit të haram. Pra nëse agjeron barku, dhe të agjeron dhe gjuma, dhe të agjeron shiqimi, dhe të agjeron veshin dëgjimi, edhe pse në kohën e sahabëve dhe me dalë në rrugë ke pas vështirë me rënë gjuna, ndërsa ne veç me në dalë në pragun e xhamisë stërbushëm me gjuna. Për atë, pejgamberi Allahut nuk i ka dhënë rëndësi më shumë se një lloj ibadetit që thuhet el-i'tikaf. I'tikaf
do thotë të veçosh veten tonë në shtëpinë Allah. Imam Zuhriu e definonte dhe thonte, a din çka do me thonë itikaf? Që pejgamberi Allahut kur në jetën e vet se kalon. Veç një herë kur s'ka pas mundësi, apo për arsye se këtë gradë në xhami që dinim, dhe pejgamberi Allahut dul për xhamis e pastaj e kompenzojnë në Sheval. Do thotë, pejgamberi Allahut ka qëndru çdo Ramazan në itikaf në xhami. Imam Zuhriu thonte, o ju musliman, pejgamberi Allahut kur se kalon itikafin, ndërsa muslimant ma sket ndaj një sunetit pejgamberit Allahut janë ndaj itikafit. Në kanë rëndësi itikaf. A itikafit do me thonë të këtë, me qëndru të pragu Allahut dhe me i thonë o Zot që këmë kaur, ka marrë të pragu jot, nuk thejnë në shpit derisa të më lirosh qafën time nga zjarë më gjënë. Derisa të më shlish emnin tim nga regjistrat e banorëve që xhenemit dhe të më shënosh në regjistrat e banorëve të xhenemit. Kjo do me thonë itikaf. Itikaf që do me thonë të qëndrojsh të pragu e Allahut dhe ti thojsh o Zot i madh, këtë nefsin tam e marrë të mbisu, nefsin që më ka urnu në të keqë, ka marrë të pragu jot, dhe nuk largona deri ta fitoj mëshirën tonë. Parat agjerimi nuk është qëllimi e agjerimit që njeri vetëm të praktisë ushqimin dhe pirjen, po të qoftë ka hikmete të shumta.